Një përplasje fort politike ka shpërthyer mbrëmjen e sotme në Parkun Olimpik, ku po zhvillohet numërimi i votave të ardhura nga diaspora. Tensionet u ndezën pas kundërshtimeve të forta të opozitës, konkretisht të Flamur Nokës, i cili kërkoi ndalimin e numërimit të zarfeve të ardhur nga Greqia, duke e konsideruar procesin si të kontestuar. Nga ana tjetër, Tauland Balla, përfaqësues i Partisë Socialiste, reagoi ashpër duke mbrojtur legitimitetin e fletëve të ardhura nga jashtë. Për të zbutur krizën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me urdhër të kryekomisionerit Ilirian Celibashi, ka vendosur të vazhdojë numërimin për fletët e tjera, duke lënë pezull zarfet nga Greqia deri në një vendimarrje të dytë. Ky veprim synon të shmang për shkallëzimin e situatës dhe të garantojë vazhdimsinë e procesit pa pengesa të mëtejshme. Sipas burimeve brenda KQZ-s, një vendim përfundimtar për zarfet nga Greqia pritet merret në orët në vijim, ndërkohë që është numëruar edhe kutia e parë me votat e diasporës. Kjo kuti përket qarkut të Kukësit dhe aty prin bindshëm Partia Demokratike me 196 vota. Koalicioni i djathtë ka marrë 144 vota më shumë se Partia Socialiste, e cila nga kutia e parë e diasporës për Kukësin ka 52 vota. Po nga kjo kuti, PSD ka marrë 2 vota, njëjtë edhe Partia Mundësia. Nisma Shqipëria bëhet 7 vota dhe 1 vot Koalicioni Euroatlantik.